A flem ne? A ka dikush që nuk flen? Gjithë flen. Ama dikush edhe kur flen shpërblehet, subhanallah. Po si ka mundësi gjumi ati edhe gjumi yt është i njëjtë, gjumë. Flen, nuk ban as një gjë tjetër. Po ama dikush edhe kur flen me niyet. Subhanallah, dikush flen që të zgjohet pastaj dhe të ketë fuqi, ai gjumi i tij t'i jep fuqi që kur të zgjohet t'i ban ibadet Allahut Azza wa Jall. Edhe ky gjumi i tij ka shpërblim. Muadhi tha, une edhe falem natën, edhe flej. Ama e di ku është dallimi. Fa ahtesibu naumati kama ahtesibu qaumati. Une edhe gjumin e llogariti sikur me fal namaz natë. Une edhe kur të flej, shpresoj në shpërblimin Allahut sikur të kem falur namaz natë. Por çfarë arsye? Kur kam ra me flejt e kam bon jetë që në përmjet këti gjumit të forcohem, të ngritem nesër dhe t'i baj ibadet Allahut Azza wa Jall. Edhe gjërat e rëndomta në jetën ton të përditshme, nëse bahen me një jetë, ka mundësi që të marrin shpërblim.